Do kishim diskutu në i gjë tjetër sot, por nuk në la ky torba e Edi Ramës. Torba e keni parasysh trajs ose torb. Blendi Gonxha. Blendi Gonxha kur pash sot unë, pa ta hedh videon e zjarrit të Krujës mbrëm, edhe ndoshta nga vetmi që bëra një lidhje që me 4 milion euroshin, 4.2 milion euroshin që i dhanë koncertit Kanye Westit, mund t'ishim ble avionet dhe të fike i zjarrin në Krujë, të parandalohej ajo e zjarrit. Edhe shoh aty unë kishte komentu zoti Blendi Gonxha, ministri i kulturës, ministri që historikisht është i fiksuar pas koncerteve, pas skandaleve me koncerte. E ka pas një të tillë me Skorpionsat në vitet 2000, që bëjnë batërdin me bileta se do sillte me Edi Ramën Skorpionsat në Shqipëri, grupin e famshëm gjerman. Ne kam diskutuar dhe i di tjetër këtë temë. Ka pasi komision hetimore, kujtjo. Por drejtësia ka qenë gjithmonë në një formë ose në një formë tjetër e kontrolluar nga Edi Rama, derisa këtij njeriu nuk i ka hyrë gjem në këmbë dhe bashkëpunëtorëve të tij, torbave të tij më të afërta, nuk i ka hyrë gjem në këmbë, do të thotë që ka pas shpatullat e ngrohta për herë në drejtësi edhe kur nuk ka qenë kryeministër. Sigurisht tani që është kryeministër e ka kthy drejtësinë në një organizatë kriminale partnere me qeveri, SPAK-un. Po a tregoj atë komentin që kishte bë zoti Blendi Gonxha te Instagrami. Edhe pastaj nuk po merremi mos e çaj kam thënë unë e dërsi vërë, se s'është ai qëllimi i kësaj videoje. Por që duhet merremi sepse ai është ministër, paguhet nga taksat tona, përveç se paguhet nga taksat tona, i propozon Këshillit Ministrave t'i marrë 4.2 milion euro për t'u dhënë bileta patronazhistëve se nuk duhet fëlliqeshin me Kanye Westin në koncerti që u bën Kashar përballë malit Krujës. Ky është komenti i Blendi, ndoshta këtu del mrapsh te Instagrami im. Unë duke që se përdor shumë Instagramin, merrem vetëm me Facebookun, e pa shumë vonë. Edhe thot torba e Edi Ramës. Torba e kanë fjalën për aferat kryesore gjatë kohës që ka qenë bashkia Edi Rama, e ka përdor këtë si torb, merrte këtë dhe i fuste këtë Blendi Gonxha, i mulonte ky. Derisa Blendi Gonxha u detyru të ikë nga Shqipëria. A ti këtë investoj në Spanjë, apo ti këtë fshihet në Spanjë, kjo është punë për Blendi Gonxha edhe për drejtësinë shqiptare, jo për mu, por iku nga Shqipëria. Blendi Gonxha si varën në qaf hapjen e digës liqenit për të shpëtuar Edi Ramën. Edhe kjo një torb, pra përveç torb financiare e Edi Ramës, ka shërbyer edhe si torb politike, si valvull shkarkimi e ka përdorur Edi Rama. Tani Blendi Gonxha komenton këtu te unë, thot ignorante e hipokrite, i bën pa, nuk përdor ka fare ministri kur shkru, që nxini e shpifni, as zjarri s'është me ju, gojlik e mallkuesa, urrejtës, asgjë nuk lidh investimet në jetën e ekonomisë së eventeve me budallëkun tuaj historik, sepse koncertet e turizmit janë zhvillimi e fuqizimi i arkës publike, përfitim direkt, jo siç trute shplare anatemojnë, fikja e zjarreve u bë me çdo forcë mjet të shtetit, mbetet plaga e zhgënjimit tuaj që mezi prisni çdo fatkeqësi ta ktheni në mullirin tuaj të erës, o Don Kishot. Blendi Gonxha ky. Torba politike e skandaleve politike të Edi Ramës dhe torba
e skandaleve financiare të Edi Ramës. Tash i Blendi Gonxha unë s'kam punua si ditë në shtet. Kur s'kam punu në këtë shtet dhe nuk kam ndërmend të punoj ndonjëherë në shtet. Sepse nuk du me i shërby asnjë partije politike që janë pothuajse një lloj të fllihura, por titullin kampion për fllihësi në këtë vend e mban partia ku bën pjesë ti. Dhe jo historikisht, por që nga vitet 2000, kur ti, si torb e Edi Ramës, bashkë me Edi Ramën keni përdorë se kemi qenë student dhjetori e kujtu, dhe u kthyt në torba të platëshkitjes financiare dhe të degradimit politik të Shqipërisë. Kështu që Blendi, nëse ka Don Kishotizëm këtu, ti mund ta kesh lexuar Don Kishotin, nuk je si ata ignorantët e tjerë, si Zeqinet e këta që ka futur Rama, shokët e tu, të ka bërë shok me ata, të ka barazu me ata, se ti paktën minimalisht ignorant nuk je. I ke këto tjera të gjitha, po ignorant nuk je. Pse nuk e nxirr një bilanc se sa ka fitu Shqipëria nga koncerti Kanye West këtu? Derisa kjo çështje u bë e madhe, u bë publike, u kritiku, na flasim kote, ne ju kritikojmë kote kujtiu. Pse zotërote nuk e nxirr? Nuk e nxirr të bësh një bilanc financiar natën që ka ardhur Kanye West në Tiranë, që ka mbajt koncerti, se ju keni thënë ai në shtetit. Hotelet e Tiranës u fjetja në hotelet e Tiranës atë natë ka qenë 50% më shumë, 10% më shumë, 100% më shumë, thuje sa dush. Pse nuk e nxirr të dhënë financiare? Pastaj, për numër shtretësh dihet taksën që merrni ju, edhe ja ku doli një dhënë financiare. E dhëna tjetër financiare është shtu konsumi në restorante gjatë ditës edhe atë natë ose edhe të nesërme në restorantet e Tiranës është shtu me 50 fish, me 20 fish, me 10 fish. Pse nuk e nxirrni këto? Po se e ke zero. E ke zero, Blendi Gonxha, sepse 4.2 milion euro i bashkë me Edi Ramën i morët nga arka e shtetit, përdorët fondin e emergjencës. E quajtët emergjencë, pra emergjencës zjarrin kruj. E quajtët emergjencë, i morët parat atje për t'ia dhënë kompanisë që ndoshta nuk e di a është e lidhur me Top Channelin apo jo, nuk kam dhënë, apo di që reklamën për shitjen e biletave e ka bërë Top Channeli. Didhat personin se e gjeta një ditë emrin e asaj vajzës që kishte bërë atë kompani, dhe ja keni dhënë asaj për t'ju dhënë bileta patronazhistëve për të mbush stadiumi, sepse nuk ju erdhi njëri. Erdhën shumë pak njerëz nga jashtë dhe e mbushët, se për 20-30.000 patronazhist i keni në dispozicion ju, në çdo kohë, në çdo orë. Edhe këtu kanë shku 4.2 milion euro që çove ti atje. Nuk kanë të bëjnë fare me rritje ekonomike, me kujtun çfarë thotë, me investim kulturor, treshin me të birin. Megjithatë, fakti që ti ke fillu edhe je bë pioner i mbrojtjes së Edi Ramës, tregon fakt sikletin e madh ku është Edi Rama këto kohë, se kështu ka qenë edhe në vitet 2000, e mbroje ti, e more ti përgjegjësi, sepse ishte zhyt deri këtu. Po mos harro se nuk janë më vitet 2000, je në kohën kur Edi Rama i ka konsumu 13 vjet, 12 vjet në krye të Bashkisë Tiranës edhe 13 vjet si kryeministri i Republikës. Pra nuk është i lloj, nuk e shpëton dot më Edi Ramën ti, sa do të bëhesh torbe ti pas 28 vitesh në pushtet. Por po marrim 12 kryetari i Bashkisë Tiranës edhe 13 kryeministër, 25 vjet administrues i bashkisë më të madhe në Republikë dhe i ekzekutivit të Shqipërisë. Bashkë të dy ju keni përzon mbi 1 milion shqiptar nga vendi. Bashkë të dy ju keni rënu
bujqësinë e Republikës, nuk ka më bujqësi, nuk ka më fshat në Shqipëri. Nuk prodhoni dot më asgjë. Bashkë të dy ju i keni rënu sitet arkeologjike të vendit, nuk keni investu në sitet arkeologjike të vendit, vetëm se u keni vënë ca poça ndriçimesh, po gjiku i ke gërmimet arkeologjike të reja, sepse lini Pogadecit është e huaj, pavarësisht se ju e shisni si poshtër që jeni, e shisni sikur po e bëni ju. Aso është pasuri europiane ajo, edhe kanë ardhur ata me e gërmu. Sa të shkoj koncerti i Skorpioncave në vitet 2000, Blendi Gonxhet ka shku, më duket një $900,000 atëherë. Llogarisni vitet 2000 me 2026 vite më parë, pikërisht ti je përmend në një aferë, fati juaj je në një aferë me një koncert, me një grup njohur muzikor, pra me Skorpioncat, me Kanye Westin e kohës atëherë. Po themi, si është e mundur që ty të ngjisin durët gjithmonë me këto të koncerteve? Ja zëm se s'ke faj, po si ka mundësi që sa herë ka koncerte ti përflitesh për koncertet? Ja, kjo është Blendi Gonxhet. Tani, për Krujën. Kruja, sido që të ketë qenë rasti i rënies zjarrit atje, e kam thënë dhe mbrëm se e kisha bërë dhe mbrëm një video për këtë punë. Rënja e zjarrit mund të jetë aksidentale, siç ka qenë ajo që keni arrestuar një plak 73 vjeç atje. Kapaciteti i shtetit tonë duhet ishte në gjendje që ta fikte atë zjarr për 2-3 orë. Ju nuk e fikët as për 2-13 orë. Shkatrut gjithë pyllin me pishat Krujës. Dhe dogjët, pra nën pushtetin tuaj, nën qeverin tuaj, jo dogjët ti me Edi Ramën, po për shkak të mefshtësisë shtetit tuaj, u dogjën qindra rrej ulliri shekullor, ullit e Krujës të famshmit, në një ditë, në një natë të vetme. Po ashtu edhe vreshta, e kujtu, pasurit tjera që kanë pas, nuk po llogarisim kafshët e egra, kujtu zoqe, folet që keni prish, janë prish zogjve të gjitha. Dhe ti, bashkë me këta shokët e tuar mal nufrat që janë këta, bëni propagandë se zjarfiksit. Nuk i ka kritiku njëri zjarfiksit në Shqipëri. Ka kritiku politikat e juja që i keni lënë zjarfiksit me paga qesharake. Nuk u jepni këto që bëjnë tani në verë, që punojnë me orë shtesë, kanë punë intensive, me zi u jepni deri nga viti i ri në i lek shtesë, i nxirrnin punë gati 24 orë dhe me zi u jepni në i lek shtesë. I keni lënë me kazme me lopata në dorë. Ndërkohë vetë jeni miliarder. Jeni miliarder, si ti që jetë torbe Edi Ramës, si Edi Rama që është shefi jotë. Pra nuk jeni njerëz të varfër. Rrogtar keni qenë gjithë jetën, me u abo kush llogari, po bravo i qof shefit tat që e ka kap drejtësi, ka kap me këta fllëqësirat Altin Dumanat e Klot Brahat, dhe nuk ka kush ju heton juve. Edhe juve bravo ju qoft. Bravo ju qoft që i keni arrit dhe i mashtroni për 28 vitesh, se ti ke ardhur duket ke fillu që 98 me këto, kur ka ardhur ke fillu dhe ti me angazhimet, po themi prej viteve 2000, edhe deri sot, 26 vjet, të dy ju ja keni dalë ti mashtroni shqiptarët. Dhe në ana tjetër, të komprometoni drejtësi, keni qenë të pahetueshëm, keni manipulu me median si u ka dash shefi, se ti ke dalë kohët e fundit edhe ke thënë që unë jam njeriu më i votuar në Republikë, ti sigurisht je deputeti më i votuar në Shqipëri. Pa ka mundësi thush si ke dalë më i votuari. Ku dole ti më i votuari, si dole, sepse erdhe nga një drejtor periferik i Erion Veliajt. Pra të mori Erion Veliaj,
ose të çojë Edi Rama për të spionuar Erion Veliaj dhe të futi drejtor të parqeve rekreacionit e kujtu leshi për ishe. Nuk po i përmend akuzat që të bëhen ty si drejtori i këtyre targave, patentave, ku ke qenë aty ke drejtoria e rrugëve, arë DPRSH, çfarë. As akuzat që të ka bë PD-ja, as akuzat që të kanë bë kallëzime penale në SPAK, tendra dhe kontrata gjatë periudhës si ministër 2024-2025. Ke pas akuza të ka çu në SPAK ky Endri Shabani që keni bë kështu avokat populli, të ka kallëzu një herë në SPAK. Tendrat i keni pas me 50 milion euro, me 400 milion lek, se po lexoj çik akuzat që t'janë bën ndër vite. $200,000, pra miliona, 23.3 milion lek, pa TVSH. Gjatë fushatës zgjedhjet 11 maj, kanë akuzu këta djathët, nuk po ta përmend këta, se do thush pastaj që ata atë punë kanë. Edhe ke 4.3 milion euroshin e koncertit Kanye Westit. Unë s'kam menaxhu një herë lek taksash shqiptarëve. Ta thash që s'kam punu një herë në administratë shtetit dhe nuk kam ndërmend që ose do jem me këto mend të punoj. Pra nuk e du fare të kontriboj për këtë shtet. Forma ime e kontributit është kjo që po bëj. Kush do të ngjojnë të kuptojnë se kush jeni ju që qeverisni sot edhe kush do jenë ata që do vinë të qeverisin nesër. Pra ti je torp financiare dhe politike e Edi Ramës. Qose ka i Don Kishot këtu në këtë histori, me që më kishe thonë mu Don Kishot, Don Kishotin këtë histori je ti, sepse nuk e kupton që Edi Rama ka marrë fund dhe nuk jeni më në vitet 2000, kur bonit pallë që aty do është e qefi, nuk jeni më në vitet kur hapët digën e liçenit e përmbytët gjithë Tiranën. Nuk jeni më në 2013-2015 kur mbollët me drogë gjithë Shqipërinë, se sa kishte ardhur pushtet. Jeni pas 14 vitesh në pushtet, pas 12 vitesh kryetar bashkie dhe jeni me sheshin plot. Me sheshin plot me shqiptar, me protestën më cilësore dhe njerëzit më cilësor që kanë dalë ndonjëherë në protestë në Shqipëri dhe që ju kanë bë juve të dukeni kështu torba të vjetra, po të korruptuara, të rënuara, të shëmtuara, edhe ty si bolle zez, edhe Edi Ramën si rëzhnok, që ju mban këmbë tani vetëm fuqia financiare që keni. Po njerëzit nuk e hajnë më as propagandën tuaj, as prallat e juja, dhe Don Kishot ky është që nuk e kupton çfarë kohe është. I dashur Blendi Gonxha. E di unë që do e qësh edhe këtë videon ti, si që gjërmonë në shef statuset e Instagramit edhe të Facebookut, por që ky është titulli edhe i kësaj videos që i vura, ose që do i vese, po e marroj videon tani. Blendi Gonxha, torba financiare dhe politike e Edi Ramës. Por jenë kohë të gabuar, të ka hik koha, je shumë vo, nuk je më në vitet 2000, dhe kjo të bën një Don Kishot. Një Don Kishot sepse ti edhe Taulan Palla keni dalë që e mbroni këtë trollakun kështu, këtë rëzhnokun, se këto tjerët e ke pati, kanë fshef. Sepse e kuptojnë që koha e këti ka marru, vetëm Don Kishoti nuk e kupton edhe ai e ti. Je ti është Taulan e gjithë. Kurse në tjerët nuk të thash asnjë gjë. Me vërtet 4.3 milion euro që i ke dhënë ti për bileta për patronazhistët, për një koncert që u harru, dhe që ti si e në gjendje të dalësh të tregosh evidenca se sa të hyra kanë ardhur në Shqipëri prej atij koncerti,
mund t'ishim ble ca avion të thjesht kështu nga 1,5 milion euro. Mund t'kishim ble një 3 copë. Me ato lekë që ke shpërdoru ti, se kishe frikë se fëlliqesh me Kanye Westin, një antisemit të deklaruar dhe një adhurues të Hitlerit të deklaruar. Ti që hiqesh si progresist bashkë me Edi Ramën, e që hiqesh si dashnor të çifutëve, të hebrejve, shpërlat 4,3 milion euro nga taksat tona, nga taksat e shqiptarëve dhe i çut për bileta për patronazhistët. Kështu që torb financiare dhe politike e Edi Ramës, merru me punët tua dhe kur të kesh kohë, nxirri pak evidencat se çka ka fitu Shqipëria nga koncerti i Kanye Westit. Edhe do dalë unë pastaj të kërkoj falje publike të them ke drejti. Po nxirr dhona, mos ju të manipulosh. Se i marrin vesh edhe në gjëra të tjera. Kush erdhi që dëgjoi videon deri në fund për këtë torbën financiare, se do të kisha komentuar gjëra të tjera sot. Bëjeni subscribe edhe shpërndajeni sa më shumë, abonohuni ka kanalin që ta rrisin. Mirupafshim.